U16 në Roshen, ekipi kombëtar është gjë shumë pozitive, gjë shumë e mirë që në përgatitje tu. Pse kanë zgjedhur Roshenin? Ç'a lidhje ka atë? Nuk kishte bën në Tiranë. Kanë zgjedhur Roshenin për arsye edhe të klimës. Ne shkojmë edhe në Korçë, shkojmë në Tiranë, por kushtet klimatike janë shumë nxehta në Tiranë dhe është e pamundur për zhvilluar stërvitje edhe për shkak të infrastrukturës që ne kemi, pallatin e sportit me kushte, me kondicioner, prandaj kemi zgjedhur Roshenin. Dhe tani U16, edhe si trajner ti, u kam thënë shpesh herë, Fiori, a kështu e vogël, po ka shumë kështu. Ka tamp të fortë Fiori për me përgatitë ekipin. U16 e Mirditës, kampion kombëtar. Kjo ju kanë gjithë më shumë ose njeriu ku krijon informacion, ku krijon një ekip, krijon një emblem, jep emër e tjerë me radhë atëherë vihesh në ndërmendje. A vazhdoni me këtë emocionit që keni fituar klubin dhe pastaj fal kësaj jeni edhe këtu ku jeni tani? Sigurisht që ajo është një motiv që të çon për tek përpara, ajo kupa që ne kemi marrë me Mirditën, kampion Shqipërie, por që përsëri kur këtu jam kombëtare, prap janë ca emocione të tjera që unë duhet ta bëj edhe në qoftë se nuk kisha dalë kampion me Mirditën. Përfaqësoj Shqipërinë është diçka e madhe, është krenari. Diçka që unë kam punu për të arritur këtë ditë, nuk është se është rastësore. Sigurisht që do shumë punë, do shumë vullnet, do shumë përkushtim, do shumë kohë që të arrish ato gjëra që do. Dhe po deshe, po punove, besoj se gjithçka arrihet. Shikoj, ju kam thënë shpesh herë që një institucion që të shërbejë dhe Mirdita është e vogël, sa ka merr Mirdita, pa shumë e rëndësishme, çdo lloj institucioni, do të pranoj përmend sportin shpesh herë. Gjëja që është një lloj që mund ta quajmë turizmi sportiv. Dhe çdo kush i drejton një sektor të caktuar dhe i sjell Mirditën, sepse kjo është sjellje dhe është një lloj vërtet i turizmi sportiv, domethënë kjo është një shembull, një model që do ta njëjtë edhe në sektor të tjerë. Pra unë falenderoj edhe për këtë që unë e quaj turizëm sportiv. Ndërkohë pyetja që kam lidhet me vajzat këtu nga Rosheni. Sa ka ekipi kombëtar nga Rosheni? Momentalisht kemi të grumbulluar 4 vajza nga qytetërioni i Roshenit. Janë vajza që kanë edhe talent, me perspektivë shumë të lartë. Njëra nga vajzat është edhe Dea Leshi që përfaqësoi edhe kombëtaren U19. Është një vajzë shumë punëtore, një vajzë e gjallë, me talent, që ka përfaqësuar më së miri edhe Mirditën, por përfaqësoi shumë mirë dhe Shqipërinë sepse ishte në formacion në kombëtaren U19. Kemi edhe 3 vajza të tjera që janë Elizea Gjini, Ardiola Konmarka edhe Elia Biba. Ky nuk është përfundimtar, sepse kjo është një grumbullim që është 2 apo ose më shumë. Sigurisht që këto janë 16 vajza, edhe do zbres numri që do shkojë deri në 14. Besoj që t'japin më të mira jo vetëm gocat e Roshenit, por gjithë gocat që përfaqësojnë kombëtaren. Edhe për informacion, kur është kampionati dhe ku zhvillohet? Kampionati është në datën 2 korrik fillon deri në datën 13 korrik në Tiranë. Jemi të ndarë në 2 grupe, në Shqipëri dhe në Kosovë. Grupi jonë është në Tiranë, ndërsa grupi tjetër është në Prishtinë. Edhe për shkak të ekipit kombëtar, por edhe për shkak të Fiorit dhe të vajzave që ka Mirdita, unë ftoj militorët e Tiranës shkoni të shihni, do t'ju japim edhe kalendarin, shkoni të ndiqni ekipin dhe ta mbështetni me gjithë zemër ekipin, ndërkohë që këtu afrohem Fiorit. Afrohem që s'u dëshoj edhe i çka ato vajza këtu. Gocat tona, Elizea janë shpërndarë, po dita Shumë të nësi që sot të ndosha këtë ekipin edhe
pse jo në kjo, edhe me ardhe qytetarë tjerë, vjen ndjekin edhe përgatitjet, edhe sa kohë të punohet. Po, do ishte mirë. Ne kemi ardhur që me datë 16, besoj do jemi deri në fund muajit në qytetin tonë të Rëshenit, po pastaj do shkojmë në Tiranë sepse fillojmë ndeshje. Atëherë mund të vinë të shohin edhe Po, këto, edhe patjetër, mund të vinë, shiko. domethënë janë orën, janë orë paradite. Orët janë 2 orë para dite, 2 orë mbas dite, nuk është se janë fikse, ne i caktojmë bashkë me stafin. Përshtatemi në varësi të vajzave se mund kemi dhe seanca pushimi, se kjo është një grup moshe vogël edhe mund të jenë edhe të lodhura. Jo, shumë faleminderit, ju uroj shumë sukses. Faleminderit shumë Edhe për tani gjitha nuk fjalët. vjen më me bluzën e Mirditës, Mirdita Folej, kjo është një është me Albania. Si me Albania. Sa mrekulli kur na përveçëm Shqipërinë. Jo. Faleminderit.
Bravo!